ne si organizatorët panelit, ne si shoqata botuesve, në asnjë mënyrë nuk kemi nxjerrë ndonjëherë jashtë, as na shkon mendja që mund të nxjerrim jashtë, apo të fusim apo të nxjerrim autor, përkthyes apo cili do qoftë. Ky pretendim është fare i pabazë. Kjo situatë e krijuar vjen si pasojë e mos interesimit të drejtores shtëpisë botuese Dudaj për të respektuar rregullat e panelit. Shtëpia botuese Dudaj me arrogancë dhe prepotencë nuk ka dashur të regjistrohet. Nuk ka ardhur të bëjë kontratën. Nuk ka ardhur asnjëherë. Ka marrë kontratën, 2 kopje kontrate në shtator dhe nuk ka prur kopjet e firmosave të vilosave. Në mënyrë absolute nuk ka të bëjë me librin e Zotit Rama. Është çështje mungesë dëshire e shtëpisë botuese Dudaj për të bashkëpunuar me shoqatën e botuesve.